Speranca TV paraqet. Përshëndetje. Unë jam 60 vjeç dhe nuk kam asnjë arsye të shtirem për atë që jam. Kam lindur në këtë vend. Jam rritur këtu dhe shumicën e asaj që kam sot nuk e kam ndërtuar vet, por e kam trashëguar nga babai im, një burr i vjetër që punoi gjithë jetën dhe la pas prona e toka e një shtëpi të madhe dhe një emër që ende respektohet në këtë zonë. Kur gruaja ime u largua 3 vite më parë, nuk patëm zhurmë e as nuk patëm drama fatmirësisht. Thjesht u ulëm, folëm pak dhe secili mori rrugën e vet e vendosëm që të ndaheshim. Më tepër ishte vendimi i saj dhe unë e respektova atë vendim. Ajo nuk donte më këtë jetë që kishim dhe unë nuk e mbajta me zor. Që nga ajo ditë, shtëpia ime u bë më e madhe se ç'duhej, sidomos për një njeri të vetëm siç isha unë atë shtëpi. Në fillim mendoja se do të mësohesha shpejt. Një burr në moshën time mendon që i di të gjitha dhe nuk i duhet askush. Por netët filluan të bëheshin të gjata. Dritat kishin mbetur pothuajse të gjitha të fikura dhe zhurma e hapave mungonte më shumë se gjithçka tjetër në shtëpinë time. Pas një viti vendosa të marr një pastruese, jo për shoqëri, jo për ndonjë mendim tjetër, por thjesht për të vënë rregull në shtëpinë time e për të pastruar. Shtëpia kishte 2 kate, shkallë të gjata e dhoma që nuk përdoreshin dhe pluhuri dukej sikur shtohej vet çdo ditë e më shumë. Ajo erdhi nga një fshat i largët. Ishte vetëm 23 vjeçe dhe ishte studente e masterit për shkenca kompjuterike. Ishte një vajzë e qetë, ishte e rregullt, por fliste gjithmonë me shaka, ama punonte shumë. Me që rruga ishte e gjatë dhe puna zgjaste gjithë ditën, ram dakord që të flinte në shtëpinë time, pasi që ajo paradite kishte studimet për master. I dhash një dhomë të vogël në katin e sipërm, një dhomë krejt të veçuar. Për mua ishte thjesht praktike, ndërsa për të ishte punë, por edhe streh. Ajo pastronte gjatë ditës ose nga një herë në mbrëmje dhe shpesh herë me dëshirën e vet hynte në kuzhinë dhe përgatiste nga një gjell të thjeshtë. Nuk ja kisha kërkuar, por nuk e ndaloja. I kam thënë rresi në shtëpinë tënde dhe je e lirë të bësh çfarë të duash. Të gjitha produktet i bleja unë, ndërsa ajo përgatiste lloj-lloj gjërash në kuzhinë. Ishte hera e parë që pas një viti dikush me gatuante diçka të ngrohtë. Për një vit të tërë nuk e pash ndryshe, as si vajzë e as si grua, por thjesht si dikë që ishte pjesë e ditës sime. Flisnim nga një herë, kryesisht për studimet e saja, për provimet e për jetën në qytet, që për atë me dukej se ishte pak e çuditshme, sepse ajo ishte e mësuar me fshatin. Por ishte shumë e bukur. Por bukuria e saj nuk më bëri përshtypje në fillim. Ndoshta sepse isha ende i mbyllur në heshtjen time. Një mbrëmje, ndërsa po hanim fasule, ndjeva se shija ishte e çuditshme. Jo e keqe, por më ndryshe.
Nuk i thash asgjë, e hengra pjaten deri në fund, sepse nuk doja që ta vija në siklet. Kur mbarova pjaten, ajo qeshi dhe më tha se i kishte hedhur pak sheqer për shaka, për të parë nëse do ta vija re. Qesha edhe unë, dhe ishte një moment i vogël, por i bukur, dhe shtëpia u mbush me një lloj ngrohtësie që nuk e kisha ndjer prej kohësh. Me kalimin e kohës, bisedat tona u bën më të gjata. Flisnim për teknologjinë, për botën që po ndryshon, e për mënyrën se si të rinjt e shohin jetën. Tashmë një mbrëmje e pyeta pse nuk ishte në lidhje, sepse e dija që 2 vite më parë ajo më kishte thënë vetë që ishte zgjedhur mis në fshatin e saj. Ajo më pa seriozisht dhe më tha diçka që nuk e kisha dëgjuar kur kështu. S'me kishte vajtur asnjëherë në mendje që ka edhe këto lloj vështirësive, të vogla por interesante. Ajo më tha se ndonjëherë bukuria nuk të ndihmon, por më tepër të largon njerëzit, sepse ata mendojnë se do të refuzohen pa u njohur. Më tha edhe se do të kishte dashur një lidhje normale me dike, por askush nuk guxonte t'i afrohej nga bukuria e lartë që kjo kishte. Unë ndëgjova pa ndërprer, nuk e pyeta me tej. E dija që ajo kishte nevojë për punën, për banimin, ndoshta edhe për një lloj sigurie. Dhe po, e dija edhe që ajo shpresonte për më shumë, ndoshta për një të ardhme më të lehtë. Por edhe unë nuk isha aq i pafajshëm sa të mendoja se gjithçka ishte vetëm rastësi. Kaloi edhe pak kohë. Netët u bën më të gjata. Tashmë, çaji pihej më ngadalë edhe më gjatë, ndërsa heshtjet nuk ishin më të ftohta. Një mbrëmje, ndërsa po pastronim tryezën, u ndalëm përballë njëri tjetrit. Ishte tërësisht e rastësishme e as që më kishte vajtur mendja. Nuk folëm fjalë të mëdha. Kishim vetëm një ndalesë të vogël në ajër, sikur diçka është gati të thuhet, por nuk kishim guxim. Ajo u ofrua pak, e unë nuk bëra asnjë hap. Puthja erdhi pa zhurmë, e qetë dhe pa plan, thjesht si një pranim se ajo që kishte nisur ngadalë kishte mbërritur aty ku duhej. E pastaj ajo më tha se ishte koha të pastrohej dyshemeja. Mori furçën time dhe filloi punën pa u ndalur. E shpejt, e përqendruar, sikur donte ta mbyllte bisedën me veprime. Unë rria aty dhe vetëm e shikoja. Jo për atë që bënte, por sepse nuk dija çfarë të bëja e çfarë të thosha më. Si të duket, më thoshte ajo, ndërsa unë nuk gjeja përgjigje, por nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.